nuk ka vetë ku janë armët e erojeve. Makineria e ushtrisë serbe ka armë nga gjitha pjesë. Kanë qenë rreth 5-6.000 trupa. Data e 5 marsit. Në mëngjes, unë me vllaun Qemolin, me qenë se Qemoli ka qenë në roje deri në ora 3 të mëngjesit. Kem qenë gjumë not, për një moment dikon rreth orës. Vllau më i madh. Vllau është më i madh. Qemoli është pjesë e organizimit, ndoshta më shumë se unë, për shkak të moshës. Orë baban mëngjes, dikon rreth orës 5:30, i kishin vrejt forcat serbe makinerinë, domethënë nga të gjitha pjesë që jemi të rrethu, pjesën më të madhe nga dy krahët e Kodrinës, domethënë ndoshta me thonë që pozicioni i lagjës në këtë aspekt o konë i pafavorshëm. Shkak se është si grup. Sigurisht. Edhe mundësia, edhe prej asaj ane, edhe prej kësaj ane shumë e lehtë në rast se Me stacionohen. të thonë drejtë normal, na si lagje pritja u konë që me forcat serbe me marrë nga pjesa Skënderaj. Po me datën kritike, domethënë me 5 mars, makineria e ushtrisë serbe ka ardhur nga të gjitha pjesë, domethënë në mëngjes nuk ka pas krizma, është qitë rrethin në mënyrë të shpejtë, sigurisht e kanë pas të favorshme se fabrika e municionit një ditë dy përpara janë stacionu dhe për një pjesë, për një kohë shumë të shkurt kanë arritë me qitë rrethin. Thuhet edhe në bazë asaj që ke mujt me vrejt pak a shumë, kanë qenë rreth 5-6.000 trupa. 5-6.000 trupa. Me pjesë, domethënë me armatimin matron që nashta ka disponu në atë kohë. Baba në 5:30 erdhi ju zgjej për gjumit? Baba në 5:30 erdhi dhe na tha që nëse jemi rrethu bashkë me këtë fjalë qysh po ju thamë edhe juve, jemi qu ka dalë, nuk ka vetë ku janë armët e erojeve, sepse Halili dhe Qemoli dhe kjo pjesa që e kanë borujën ka këtu shtëpijat kënej, armatimin e kanë lënë në kullë tonë, i kum tregu. Në atë moment i kem pas 2 arma automatike, pushk, M48 dhe i ka marrë. Ka ndalë këtu, në qatë moment dikon rreth orës 6:15, ka dalë Homza prej asaj derës. Sigurisht që këtu objekte nuk janë aty që janë konë më herët, po gjithmonë ka një derë rezervë për kësaj pjesës tjetër. Edhe në atë moment, me të thonë drejten, armatimi nuk është që o konë edhe i bëllshëm. Me thonë, gjithë antarët e familjes jashtëore që kanë pas dëshirë me pas armatim, fatkeqësisht ditën kritike ka mungu. Edhe ardha Homza prej asaj derës këtu, edhe po ju tham me fjalët qysh bashkë e kum një dhe ka thonë, thotë, a mu ju qutë sherif. Me një... Sherifi baba ju? Sherifi është baba. I ranë pikrisht të shmur, i ranë pikrisht njëtën ditë në betejën e 5 marsit. Edhe thëtë po Homz, edhe i drejtuat vjen afruen këtu. Me të thonë drejten janë konë shumë qitë, s'ka pas panik, po ditë që qëfar ditë edhe qëka dë me ndodhë. Kanë dhezë kaj cigare, i mos të harrej me cikë, se është shumë nashta interesant për qëtësin që e kanë mojtë në ato momente. Edhe, thamë drejten, Homza u munu me diskutu qysh i kemë punët, sot po dihet me konë një ditë e ranë për familjen tonë. Baba ju drejtu, thëtë, Homz Jashari, na keme vazhdu bashkë që ashtu që kemë lanë. Po e thamë fjallë të autentike që i këmë një për babës dhe me ho biseda e pare dhe funit të datës 5 mars. Thëtë Homza kanë orë forca shumë, edhe shancat janë që sot me konë një luft, një beteje ashpër, që ka me pas pasuja trauma dhe për familje. Homza i thëtë, baba i drejtuat, thëtë, po Homza Jashari thëtë, me ardhë
Na dojmë me vazhdu me luftën, me pozicionet tona bashkë që kena lanë, Qysh jena marrë vesh? që jena marrë vesh. Thot po mu qu, jo veç këtë forca, po edhe Beogradi komplet me orë sët në prekaz, se ata që e kanë imrin me jetu, kanë me jetu. Ata që e kanë sët shkrune me vdek, mos pe i plumi kanë me vdek pe një therën. Baba ka pas pushkën personale, dhe me thonë të vetën një M48, Halilit njëjtën kohë ka dali armatosën, se ishte nruje deri në kohët e mëngjesit, ka dalë me i armatosën pej shpizët vetë, ka tentu edhe u shku, dhe me thonë, në borin e Ademit.